Adhrues të basketbollit, jemi me trajnerin e vllazimit Gültekin Selimin, një ndeshje me të vërtet dramatike, nga 20 minuta 22-2 arritët që ta afroni në vetëm 2, nuk patët energji që ta riktheni ndeshjen. Cilat ishin karakteristikat e kësaj loje? Po, e fillum shumë dopt lojën, patëm shumë topa të humbt, 14 topa të humbt në pjesën e parë, i dham pikë shumë të lehta, Trepçës me na dhon, edhe gjujtjet për 3 pikë na penalizum shumë në pjesën e parë. Më pas fillum lojën, po unë e shfrytëzoj rastin mi përgëzu lojtarë që janë angazhu maksimumin e kanë dhonë, edhe neve na mbetën me pa lojën, mi korrigju gabimet dhe mu përgatit për lojën e radhës. Po, në fund çka ka qenë vendimtare, se ju arritët që të ktheheni në lojë 73-75, kem vetëm 2 pikë dallim në sekondat e fundit, çka ke vendimtare? Po menoj që gjujtjet për 3 pikë i hopëm në fund, edhe nuk mundën me organizu ashtu siç kena planifiku. Faleminderit shumë. Faleminderit dhe juve. Adhrues të basketbollit, shumë shpejt do të jemi edhe me trajnerin e Trepçës, Adis Beqiragiqin.